Shikues të momentit, përshëndetje dhe mirë se po takohemi me edicionin më 3 të emisionit ton. Si çdo pasditë tjetër nga e hëna në të premten, edhe sot jemi bashkë për me ju shoqëruar kështu në minutat vazhdim me materiale nga tereni, me biseda në studio me mysafir shumë të veçantë që shbojmë çdo ditë në kuadër të çdo pasdite këtu në televizionin Dugagjini. Kënaqësi shumë e madhe që sot këtë edicion të momentit nisim me një mysafir shumë të veçantë, kam shumë çka me fol me të dhe unë pak më herët kur e pash në bufe në Alt i thash që shumë kënaqësi që të edhe kam çka me fol me ty për punën, profesionin e shumë çka tjetër, po është një njeri që unë rrugtimin në televizion e komunist po mdokët bashkë me ta. Kënaqësi shumë e madhe që Jusuf Islamin ta kam sot në moment. Falmirës, kënaqësi me qenë në emision të ti dhe punina i privilegjuar. Unë tash pak më herët, në kohën kur unë kam nisur punën në televizion, kemi punuar bashkë në të njëjtin emision ku kemi qenë të dy të angazhuar. Manej mas asaj jemi po në rrugë, kemi shkëmbyer kështu disa muhabete me njëri tjetrin, planet njëri tjetrit, po që sot e kemi kështu all in me full për gjithë shka edhe me sanet të cilat nështë ta kanë ndodhë këtë periudhë. Nuk e dija këna me pas kohë se kemi për një me shumë sene. Ka ndodhë shumë sene, ha? Ka ndodhë shumë sene dhe ka shumë sene për me kallëzu, po kur ma bënë shtesë normal me shumë kënaqësi dhe unë jo shumë mirë që ko me qenë pjesë. Na një gjysë interviste po mdokët veç e krytën para emisionit të muhabet. Tash nështë ana vjen mu përsërit pak në emision, po që është po besoj kënaqësi për shikues me dëgju këtë rrëfim. S'kom çfarë pa të pyet për historinë e emrit. Historia e emrit ka dikun 13 vite, po kështu si zanat, si njëri për kuzhinën i kam bi 21 vite, që është nga mosha 14 vjeqare. Ta është bënë e menën, i kam 22 vjetë. Dhe dhënë është diçka që e këndarë gjithmonë, kuzhina gjithmonë ka flajnë në zemër. Emri Jusuf kemi qenë i shoqëri para 12-13 vite dhe tu pitu bajgare, jo që shekiti emri frangjesht, jo që sheki edhe në thash Jusuf, realisht Josef është emri Jusuf, edhe tani me diqysh që e emër, Jusuf, edhe e lash atë emër. Do më thonë, njerëz të gjithë më njohin si Jusuf, si Cufa, si Baba Dimri, si Vrapus, shumë dimenzional, ose si personazh i Halloweenit, si ma fëmija të kur kom qenë, edhe me ta emër. Por që është interesant që kur shkova pas një cateringu që pata për herë të parë në Makresh të Gjilonit, besoj që edhe këna me diskutu, kur shkova me regjistru biznesin në ARBK, kur i thash një zojës aty, thash Jusuf Kitchen po du me regjistru, aja më tha emër i pa njofshëm. Edhe, shtyju me të, kur që sheq me pranu emrin Jusuf, edhe atëherë në ARBK e regjistrova si kuzhina e Jusufit, ndërsa markën tregtare, të gjithë që më njohin, është Jusuf Kitchen, që do të thotë kuzhina e Jusufit, edhe është fytyra ime që tash është kriju një brand. A di qa po më intereson shumë, se na ka lumë kështë direkt tek biznesi, tek ajo se që ka nërsta e ki finalizu këtë ondrën tonet ka mëtshme, po më intereson shumë qësh je rritë, po më intereson të si fëmi. A ka qenë është ta kjo fryma e kuzhinës, e pasionit për ushqimin, gatimin e shumë qka tjetër prej i vogël? Pa tjetër, kjo më lidh pak edhe me historinë familjare, sepse mamin e kom pas mbi 35 vite në këtë lami, në Hotel Grand, dhe ajo dëshira dhe dashnia për gatimin nga me pi mamit, tradicionale gjithmonë të gjitha i kom mësu pi mamit, dhe e falenderoj shumë që ma ka dhonë qatë zanat, edhe kom dasht, për normal, pa e dasht, kërkosh nuk e zhvillan, ose nuk e jetës për para, edhe ku kena shku me shoqni, naj skar, naj diçka, ose me zonë peshqë, ose me bo kamping, gjithmonë e kom pasë në atë përgjithësi negatimit. Edhe normal, ka njerë është edhe mundimshme, sepse gjithmonë ty mbet mi barë, po diçka kër e bon me pasion edhe me dashni është shumë e letë edhe normal. Kur ngjiet barë, kjo është ai disponimi dhe është muhabeti. Jo rastisht tojnë ketë muhabetet cilën rreth trezës. Shumë e vërtetë edhe ju këtë më mdogot tojnë që lumturinë e gjenë ushqim. Kështu që... Gjithçka nis nga stomaku. Po mdogot me hungër diçka të mirë kështu në mëngjes, mandej komplet ditat shkojnë me qatë energji. Absolut. Po më intereson shumë se na pak ma herët tash që kemi diskutuar shumë gjana në para emisionit edhe tash kemi me ju drejtu kështu edhe shikuesve. Pak ma herët më the që e ki marrë kështu këtë përgjithësinë që në shoqni që qysh te e konaj që ki gatu. Ta kam besu kështu sidomos që ato fillimet të tua?
Unë e kom punu në disa televizione tjera, edhe më thëmë që në qato televizione ku kom punu, e thëmë pa modesti, shumë herë më kanë thonë, je i vetmi kuzhinier, që gatimet e tua i hojmë, edhe normal që më kanë bo më një mirë ato, jo që po du me thonë, unë jo ma i mirë se ma i keqë, këtu nuk ka ma mirë se ma keqë, sepse është kuzhina det pa fund. Ato janë disa shkëndia që mu më kanë shty mos me nalë këtë rukëtim, edhe me dash këtë pasion. Unë e kom di që kom e përfundu në gastronomi, edhe pse master jem në marketing. Do thot, gjithmonë më ka flejt. Na e kemi edhe një itëri, mu i me thonë, po historia e ati vendit lidhet shumë, sepse aty e kom pasë edhe shtëpin, është në lagjën për i tënë. Aty shumë kështim njojnë si djallë, më thojë që e thëmë shërë, se si fmi këtë kena bu ka pak shere, ose kena më shu zile, ose si kena lënë kështit me flejt. Por ato shere të atërshit, nëse krasoj me tash, është dy bota ndryshme, sepse kemi korë një sukses bagit të madhë, në biznis në Zhuzov Kitchen të Itëri, jam bashkërisht. Kur jemi po në qytet, më the që jemi në pregaditje të hapjes vendit për cilin apo flasim, edhe më tregësh kështu disa detaje të vogla të cilat ndoshta tash veçën rikthy, edhe njerëz të ketë mundë me i vizitu, me i pa, me i shiju, po që atëherë di që kanë qenë kështu veç disa muhabete dhe ide që i ke pas në vetë. Nëse e kisha dhënë një këshill, në biznes jam e vllon bashk, jam fatlum që e kam një vëlla në krahun tem, edhe jemi bashkarisht. Në biznes, çka e kisha dhënë një këshill, sepse unë hina me një mjegull, tu i pyet të tjerë ta me qela që me bu. Tu e pas pasionin, tu e pas profesionin, tu e pas diçka në dorë. Edhe kur merr shumë mendime, të shti në një mjegull që s'din qa me bu. Mos po hupja, mos po fitoj. Edhe po mdokën në fund prap kthesht dhe ngën vetën tonë. Edhe në fund e ngova vetën, andaj unë e thëmë nëse ki diçka për me bu, mos bë shumë zhurëm, gra jo ndrës tunde, sepse edhe nëse hu, bile ke provu diçka, je munu me bu. Je pa tjetër humës nëse veç nuk e provon. Kuzhina e Jusufit ose Zhuzufi sot ka një sukses bagit të madh. Në Itër e kemi bo një vjetë 5-6 muj, ndërsa si catering, si finger food, se i kemi në dy njësi, punojmë që 6 vite. Aty e kam një mbështetës kryesore dhe mamin, që falenderoj dhe përshëndes. Edhe i përshëndes gjithë klientë që janë besnik të Zhuzufit, sepse Zhuzufi e ka një kritik ndaj vetvetes, ose një këshill ndaj vetvetes, edhe për gjithë ata që më dëgjojnë, gastronomia e don që mos me ndru dorën. E pikërisht që tu, unë e për veti, është po mdogut një temë që e kam me so erë dalë me shoqni, shumë e vërtet është temë diskutimi në tryezën tonë, se sidomos këtë periudën e fundit soarë që shkojmë në shtatë dhe vizitojmë një vend që e kemi vizitua dhe paraprakesh, shpesh nështë hasimi në qëtu ndryshimet e qatyne recetave, ushqimeve specifike për cilat nështë jemi edhe tu i shiju bashkë me shoqni, edhe veçtojmë që nuk është nështë njëjt, nuk përna shia njëjt që shka mujt me shiju paraprakesh. So e rëndësishme është mos mundru dora në kuzhinë dhe so, mund të ndështë me mundru kuzhinjeri, po so janë mandej gjasa që me qëndru qaj kualitetin njëjt. Unë e thëmë, është mirë, gjithmonë menuja mu bo në bazë hapësirës së kuzhinës që e ki. Jo mi pas 4 fare, nuk përdu tani me tiglu keshte të tjera që më përcjellin. Nuk janë në i farë eksperti, shkollë nuk kam në këtë lami, po shkollë më ka bo jeta ndër vite që edu këtë lami. Dhe tëtë problemi është që të na shumë vene ndodhë që nëse shkën një aksyr kuzhinën, e ka 3 metra katror, menyn e ka 4 faqe. Do të thëtë, na kryesisht si shqiptar e dim qa dojmë, e dim pauzë që hajnë, oriz, po sa qëto kryesisht qa dojnë. Menyja është mirë mësë mu zgjeru shumë. Jënë disa faktorë që mundru kuzhinjeri, se cili shefi kuzhinës që vjen e ka menyn e vetë që aje pregadit, po aje kër e pregadit menyn e vetë do të mi mësu edhe ndimësat dhe të gjithë që me mete e lami. Dora njëjtë nuk unë e kun asë njëherë. Sa dush të me mësu një kuzhinjerë, edhe sa dush mi adhon shkollën, dora njëjtë nuk unë të me qenë asë njëherë. Andaj, unë e mënej që menyja do të mu përshtat të hapësirës që e ki. Unë e sa kom dëgju, për shembull, nëse marr fjalë Kanadën, nëse është 100% një hapësirë, 30% hapësirës atij vendit është kuzhinë. Do të thonë kuzhina don hapësirë, don komoditet edhe don staf.
nuk është, ndodhë për shembull shumë vende ti paradite e ki ndryshe, mazite e ki ndryshe. Ka Prishtina shumë vende që bënë ushqimet mira, por është edhe diçka tjetër që ajo lakmia për me fitu ma shumë, njerëz të jo hajtë të mani keqa pak ma të lirë, se i vjen një ofertë një kompanisë, ose jo hajtë të ndrejqit mish, ato e në centa, ose shumë pak që nëse krasën mujt, krasimin janë shumë pak sa fiton kundër asaj çka hup. Kështu që është mirë me qenë besnik ndaj klientit, mos me ndru dorën, mu bashkë djem ndodhe, erdhi një klient nga fushë Kosova, do të thonë orën 5 në të lovin më të madhe të Prishtinës. Normal që mu më bën mu një shumë mirë, edhe minajt besnik klientëve, unë së tëmë që jo ma i mire, kuzhina, une thash, une hapësirën e kemi, une menoj që kemi mu zgjeru, tash për jo me lokacione, qatë vend që e kam veç tjesht me perfekcionu, ndoshta një 2-3 sene që më flajnë zamër, menoj mishti, jam prej të parve, kur kom punu me një kafiteri, ndoshta 2-13 vjet i ka, që e kom bo pasullin për herë të parë. Në kafiqa nuk ka pasull. Edhe si pasull t'ingëllën ndoshta pak si e vrasht, po unë për shembull të une, çdo tajt e ka pasull. Edhe unë menoj që pasullin e bëjmë as mirti. Unë e menoj. Ta shkon ndrysh me dur, po e bëjmë me dashni. Esenca është që kur ti jap energji recetës, jap dashni, ajo është transmetuese. Çka e veçan në këtë rast pasullin të nështë prej mënyrës së që e përgatitin, po më do këtë që recetat janë këgja prej botës në zemet prej. Është mënyra e zgjidhjes, mos me gut asnjëherë, edhe çka i mungon më shumë ti është më jap dashnin. Domethënë ti nëse nuk i energji edhe vjen me energji të keqe, ti kemë shu automatikisht kemë transmetuar çat energji edhe receta jote nuk ka më dalë mirë. Shumë e vërtet. Hajde t'i shohim disa fotografi tash në ekran, po besoj që për pak regjia ka me... Hajde le t'i komentojmë. Po, kjo është me një të shtëpia që është Village, American Village, kemi pas një catering, disa ndërkombëtar më kanë thirrë. Këtu e kemi shtruar edhe pse ka qenë verë, unë e verës nuk kam qef shumë me ekspozu ushqimin jashtë, sepse thahet shpejt, por na i informojmë edhe klientat. Ama po do këtë shumë bukur, e përmbush kështu po më do këtë ta mëni një fare eventin, një ditlinde, qka do kopta jo? Këto janë sandviqat që i bëjnë Eaterin, në kuzhinën e Jusufit, na punojmë për hanës deri të premten, punojmë me një orar, për momentin për 8 deri në 6, po historia lidhet që aty jom rrit, se e kalzoha ma heret, dhe ka qenë një andër që e kom pas për me realizu diçka, edhe e kom realizu. Qysh kënë reagimet e familjarëve masi e qile konceptin tavëllin? Unë po bona shumë reali dhe që jam i sinqert edhe në jetën e përditshme. A kemë pronë është ta që tash shtëpia ndështa që dikur keni jetu aty me u përkthy në diçka krejtësisht tjetër edhe me u bën ndështa vendi ku sot punoni? Ajo ka qenë, unë shijes gjithmonë i kom besu. Kur nuk i kom besu 100% shijes. Unë veç e kom pas atë frikën e investimit, sepse nuk isha përvojt ma hershme, për me bo. Po tash dhe me tonë unë ku me ditë qajepi për me rritë Jusufin, sepse njerës e kam besimin, edhe Jusufin nuk kam e metë veç me kajtë, sepse Jusufi është të pregadit për këtë vit me zgjeru marketin, jemi të pregadit me këqyrë me brendu sosa të ndryshëm. Mu kërë që apë më shkon në mene që tash është qysh ja del me përtëku komplet një ditë tonën, pak ma herët i përmendet disa kështu në pikat shkurta prej aktiviteteve të cilat i bëjnë, një bëjty në televizioni, tash kuzhina, ma ndej baba patimër, gjithë shka. Po, mbi gjitha dhe vrapime që e bënë kështu me shumë qef edhe ndonë me publik. Unë e mënej që nëse kini energji pozitive... Kushtu më thëtë që kam ko të mos i besu. Jo, edhe unë e mënej që ki ko për gjithë shka, veç një varë qysh i aranjën punën edhe ditën. Kështu që normal, unë e kom fatin që e kom edhe vlonë kratë djathë, e kom edhe kolegën në punë aty, i kom edhe 2 zoja që punojnë me neve në kuzhinë. Ndodhë në erë mos me qenë, po dora 100% jo është, 98% është e njëjtë, sepse menuja është e ngushtë, nuk është shumë e gjonë. Menyn e kemi bo aqë sa kemi kapacitet. Që kjo është edhe kushdo që ka hangër, e kemi në Google e kemi edhe 10 notën, nëse lejot me përmen një nga kompani që bojnë transportin e ushqimit, e kemi 9.4 që për neve është një knaci shumë e madhe që na shtynë për me shku për para,
unë a thëm që gaboj, muj me gabu, me qitë ma shumë kryp, ma shumë sheqer, ose nere me vënu, shumë shpesh herë ndohet, unë shkeve që mu shita bakin pije dhe kom qef edhe mi qaros klientat, edhe muni ata vetvetja, edhe muni mirë, mile një kliente më ka thonë për nesër që është e ejte, e huja, ako mësi me ma pru dërasoj, se na shërbim edhe lakna të shpis, me fasulje. Do më thonë, fasulja është periud e kohës së ftoftë, do më thonë dikon deri në mars edhe e stopojmë. Kështu që jam mirë njës gjithmonë për gjithë ata klientë që janë besnik ndaj neve. E përmendëm kështu kalim të Vrapo Baba Dimër, e di që ke bo diçka jo të veçantë, për super të veçantë, edhe unë mezi po presë që herën tjetër kur të vesh këto me diskutu bashkët ndërsa dhe me personin për cilin. Ajo një tjetë surprizë. Tregon pak veç në pikat shkurtam. Vrapo Baba Dimër e mbyllë një 10 vjeqar shumë me sukses. Po për ma shumë se Vrapo Baba Dimër si kampanjë nuk është përmbyllë hala. Do më thonë, kur kam u përmbyllë në emisionin e ju premtoj, për pres një gzim shumë të madhë që kemi premtu në opinion, edhe që ato kena me bo shumë shpejt, andaj nuk po du me zorë shumë për Vrapo Baba Dimër. Na, po menej në qëtë periudën e prej kur kemi njës vitin 2026 dhe jemi hi këtë vit, se cilën musafir që e kum pas këto, e kum pyt qysh e njëse vitin. Ty s'pyta heq, po të regon pak planet cilat në dështa ja ki bu vejtë të saj përket të viti. Ka diçka në menje, mi të regove kështu pak në shta për me zgjeru pak biznesin, po që nëse flasin përgjithsisht, qka ki menje? Spari, Zhuzufi o rritë për ma shumë se 10 vite. Konsistenca e ka rritë këtë brandin tonë ose këtë figurën teme. Do më thonë edhe që kemi qenë gjithmonë besnik ndaj klientëve. Zhuzufi në të ardhmen ose këtë vit pretendon me bo është tu e pregadit një vajore me brendim, sosat të ndryshëm, një market që ka me po ndështë dhe djothra dhe shumë gjonat të tjera, por gjithmonë rritja e Zhuzufit është në shkollë shumë hapat sigurt, hapat të vegjel, por që tojnë me sigurit të madhë. Se gjithë sen që ndërtojt ka dole, e ka që ndryshmërin ma gjatë, edhe gjithmonë normal që mos me ndru dorën, që ajo është filozofia në gastronomi. Nëse ti je vetja si qëtash si mas 2 vjetë, mos të tëtë që dështën në biznes. Po më interesant diçka tjetër, si njës i mirë edhe profesionisti fushës për cilin po flasim në këtë rast gatimit, kuzhinës, sa ka ndiku liberalizimi vizave, ndështa fakti që po udhtojmë, po dalim, po shijojmë nështa ushqime cilat pak ma herët nuk është që i kemi, as nuk kemi ditë nështa për to, me ditë për me lypë në vendin tonë. Kështu, mu më lidhë jeta edhe me vrapim. Jam edhe vrapus, janë mi 60 gjysë maratona që i kom bo në karierën time. Edhe për çdo vend që i kom vizitu si Romën, Napolin, Padovën, Pragën, shumë vendet të ndryshme, gjithmonë ka qenë vizita eme e parë, është kudo që shkoj me hongër buk, vizita me shefat e kuzhinës. Eksperienca, sepse neve kërkush s'na kupton. Ten është në bjen keq që e thëmë këto, te na dojnë lirë e mirë. Normal që mundohemi ju për shtot tregut, por ata le të din nëse marrim me pijet veç kemi qitë dhe kemi shqitë. Dhe na e kena një botë tjetër. Na kena me krypos, kena me sheqeros, kena me qitë ato. Do të me bo kombinimin edhe me ja qëllu shqies tonde, ose të klientëve. Do të thonë, nuk është e letë pjesa e kuzhinës, por nëse ki një ekip mirë që unë e menoj që e kom, e qënë shumë mirë edhe normal ka dhe nere nervoza, se e vënë një porosi ose diçka, ato e në shumë të vogla, por që kjo, do më thonë, salatën greke, që përmenim na, unë e kom mangër matë mirën në Greqi, në malin Olim që kemi ngjitë një nga majat më të mdoja në Balkan, ka qenë salata greke që e kom shiju tepër. Po du me ta marrë një krasim. Nëse kemi marrë një sup peshku që ka qenë supe peshkut, 9 euro, edhe nëse marrim 1 litër verë shtëpis, ka qenë 9 euro. Do më thonë, e shep peshën e një pjatë të sup që është jo ma shumë se 7-8 lugë, me 1 litër verë. Do më thonë, prioritet ushqimi dën kohë, se plët vim, hajde ma shpejt. Na jemi gati krejt në fund të minutajës që kemi. Jo s'kom qare pa të pyte dhe se ma e përmene salatën ruse, tash salatën greke, nuk shkoj menja të salata ruse, të regon pak sa abuzum kështu si popull në periudën e 50 fundit vitit. Është interesant edhe se salata
pe thom thojza, nuk ka lidhje me Roscoe Gjo, po është metina sallata ruse për festat të fundvitit, edhe njëre ka qenë një shoqe që ushtresha fitness edhe tha Jusuf, tha ma bën do salat. Që aty njës historia e salatës. Edhe unë e thonë po, unë e s'kom posa s'kavanuza, s'ko gjo, thash okej, po edhe jena shku bashkë kina ble harqin, edhe i bëj. Po, edhe i marë, asë një tegëll e njëjtë, asë një kapak i njëjtë, edhe i qesë fotografi, do stikera, do diqka, edhe aj përësit, këj përësit e qesin do njerë që kanë influencë, selma, do qëse, edhe u bo si viral. Do më thonë, një vjetë dy ka marrë kohë për mirar shijet njerëzë. Edhe kërkesat që i kam për çdo vjetë, nuk mujna mi mbulu sa i kam për festat e fund vitit. Ato e bëj vetëm për vitri, po besojnë të ardhmen afërt, do shta kena me pas mundësi edhe me bo brendim me senet që njerëzit edhe jashta vitit ri me porosit. Në Zhuzufi ka me bo shumë senet të tjera, është edhe ajo ma kreshit, po se po është si fotografi, është një nga fotografi. Tavolina që ka njës gjithë shka, me që jem fund dhe këta për përfundoj, ka qenë në makreshën e Gjilanit, ku një djallë më thirë të dhe ka djallë i ditlinje, unë atër s'kisë ras biznesës kur gjo, që po që kjo, fotografia, edhe unë e marrë kombilizonin, shkoj me vllon për erë parë, edhe i marrë gota edhe bëjt tje për buka, aty që la një fotografe. Edhe e posoj në rjetët sociale, edhe unë e kur njetë 800 lojka si kom morë. Do më ju si kalej 70 lojka, edhe marrë shumë urime. Pik tuit, kom punu edhe një 2 muj që dojmë paletra, se s'desha koha e pandemis, qysh po vjen situata, edhe tani registrova pjesën edhe filloj tani normal. Tu po të bojë gjithmonë ka qenë të e përmisu dorën. Ma ka dhonë dorën, të marën a i djalli, kështu që i uroj, këtu e ka pas djalli vetë ditlinje një vjetë, tash i ka 6-7 vjetë djalli vetë, kështu që historia e Zhuzufit edhe është, menej, ajo dashnia që ja dho gatimi. Këtë gjithë ata që më njohin, se plot njerëz tirin për me porosit, a jeti kush të një vjen thia, alo. Cufa bre ma shkurt. Cufa e ka për fund, se po besoj që jemi në fund, as ma të mirë, as ma të keqë s'ka në kuzhinë. Kuzhina është deti pa fund. Na kemi një të keqë që nëse unë e postoj një recet, me dispresin me të kritiku, jo t'i bebon kështu. Unë e bëj qush, unë e kom qef. Edhe Michelin starat, edhe superstarat e kuzhinës, jënë rritë pa shkollë, e janë bosh që dojnë shkollë. Ajo është qysh flen ty edhe qysh t'i jep shien, edhe qysh jep dashnin gatimit. Andaj, për ata që e hajnë ushimin tek ne, e di që e hajnë me shumë pasion, e hajnë me shumë qef, edhe janë falënderus për çdo klient, është një fotografi me një flamur Zhuzuf, me që ato e kësha përmbyll. Okej, se jemi gati krejt fund, nëse nuk ka bëj dhe kemi kalu kështu komplet limitin e minutajnë. Okej, me që ato me flamur edhe unë e përfundoj. Hajde, po, le të gjejmë edhe qatë fotografi kështu në shumë shpejt. është fotografia në Istanbul. Vidin që lam pas para 3 muje, kom vrapu 42 kilometra, edhe dedikimin me atë flamur të Zhuzufit, ja kom bu klientët besnik që i kemi ne. Andaj, ne kemi u zgjeru ka dole, thash po ka dal ka dole. Kështu që edhe njerë falënderes për ftesën, më falë që te prova me edhe zgjata muhabetin. Unë thash, natën i kemi diskutu kështu gjëre gjatë, krejt senet që na kanë betë ndështa gjysmën kur jemi taku. Thash të pak ma herët që ka senet cilat me zi po pres me të pas edhe njerë për me i diskutu. Edhe me të falenderushëm që e kun së momentën e shiova shumë këtë intervjist, urej shumë që e kun edhe të rahat edhe kanë shiu dhe krejt. Shumë knaci që isha edhe ju përshëndes gjithë ata që puna ndjekin dashni edhe falënderes të vëdugagjimit. Vetëm pak minuta